Elbasani është një nga qytetet ku sporti zë një vend të rëndësishëm në jetën e përditshme, teksa janë shumë disiplina sportive që kanë arritur të kenë rezultate të kënaqshme vitin e kaluar. Pritshmëritë për këtë sezon janë sërish të mëdha, teksa për këtë çështje flet drejtori i sporteve në Bashkinë e Elbasan, Mirandi Backa. Ai ndalet edhe tek aktivitetet që tani më ka nisur me fillimin e këtij viti. Atëherë, për sa i përket vitit 2026, neve kemi startuar në aktivitete sportive, si me gare kombëtare dhe ashtu ato ndërkombëtare. Kemi garën, ndeshjen e parë kemi pasur me basketbollit e meshkujve në Tiranë javën që shkoi, dhe gjithashtu jemi kthyer nga torneo ndërkombëtar i World Karate Federation në Tbilisi të Gjeorgjisë, Karate One Serie A. Kemi pasur një përfaqësim dinjitos, ku sportisti ynë karateisti Abdullah Backa ka fituar ndeshjen e parë, gjyrën e parë me kundërshtarin polak, presim ekipet në basketbollin dhe voleybollin. Kemi marrë masat paraprake sipas kalendarëve përkatës që ne kanë sjellë federatat e ndryshme. Gjithashtu po punojmë për sa i përket dhe aktiviteteve për ditën e verës, fesës që kemi ne si qytet tonë. Me buxhetin e këtij viti pritet më shumë ndihmë për skuadrat pjesëmarrëse në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare. Backa u ndal edhe tek afrimi i lojtarëve të huaj, kryesisht në ekipin e basketbollit. Ne patëm më përpara, për sa i përket basketbollit, kjo, dhe këtë herë basketbolli nuk është më në kategorinë poshtme, por jemi në superiore dhe kemi disa fitore, jemi të kënaqur. Atëherë dëshira është më mirë, po konkurenca është. Infrastrukturën e krijuar kryesisht me investime në pallatin e sportit Omar Sinani. Elbasani këtë vit do të presë edhe aktivitete ndërkombëtare në peshngritje dhe ping-pong,